Mirëmbrëma motra të dashura, mirë se erdhët në emisionin ton e dashur edhe e zgjedhur. Ti je dashur nga Perëndia dhe e zgjedhur për një qëllim hyjnor që Perëndia ka për ty. Sot në këtë emision jemi në muajin maj dhe është koha e ndërgjegjësimit të shëndetit mendor. Dhe në këtë kohë do të flasim për shëndetin mendor, një temë që është shumë e rëndësishme që prek jetën e secilës prej nesh, e familjes, por në përgjithësi në shoqëria në tërësi. Unë dua të kujtoj vetëm një varg te Bibla, kur thotë Psalmi 34, vargu 18, siç na kujton dhe fjala e Zotit. Zoti është afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe i shpëton ata që kanë një shpirt të dërmuar. Sot kam kënaqësinë që të kem një studio një mysafire shumë të veçantë, Valmire Gjekaj Uka, e cila do të flasim hapur për shëndetin mendor, për sfidat që hasim në jetë dhe në shpresën që na mban në këmbë. Qëndroni me ne në një bisedë që do të jetë kaq kurajim, dritë dhe forcë për çdo zemër që do të jetë e hapur. Valmira, mirëmbrëma dhe mirë se ka ardhur në emision. Mirë se u gjeta, jena edhe një herë. Dua ta filloj me pyetjen e parë. Pse shpesh herë ne si shoqëri kemi turp të themi nuk jemi mirë? Ndoshta po në fakt na bën me u duk shumë të dobët. Na kemi tendencë si njerëz kur hasim në sfida, thjesht kalojmë nëpër dhimbje, humbim dikë, jemi në një lloj dëshpërimi, kemi tendencë me u duk të fortë. Kemi tendencë me thonë të afërmve tanë, shoqërisë, motrave, vëllezërve që e kam çdo gjë në kontroll. Edhe ajo pika e cenueshmërisë nuk na pëlqen sepse na bën të dukemi të zhveshur prej forcës, e humbim forcën. Atëherë është shumë më e lehtë me mbajt në vete, edhe shumë njerëz e zgjedhin atë që nuk është e mirë, por shumë njerëz e zgjedhin me mbajt në vete në vend se me kërku ndihmë për arsye të turpit edhe për arsye se ajo cenueshmëria vulnerabiliteti nuk i pëlqen, nuk dojnë me u duk, ashtu dojnë me u duk që e kanë çdo gjë në kontroll dhe që jemi shumë të fortë. Atëherë ashtu si e përmenda dhe në fillim të emisionit, jemi në muajin maj, e cila është muaji ndërgjegjësimit të shëndetit mendor. Dhe kush mendon që janë shkaktarët e shëndetit e çrregullimit mendor? Natyrisht, ka shumë shkaktarë të ndryshëm, ndërta më të spikatur që janë më të rëndësishëm janë natyrisht biologjik, që e përfshin atë anën gjenetike, se nëse ka një çrregullim apo sëmundje të caktuar mendore në familje, individi ka tendencë më shumë për me pas një çrregullim të tillë. E ka më të rritur mundësinë me marrë. Faktorë tjerë janë ambiental, mënyra se ku rritemi, si rritemi, gjithashtu edhe ana domethënë psikologjike e sociale. Ka domethënë gjithë ta faktorë, duke përfshirë sidomos diçka që e hasim sot shumë në problemet e çrregullimeve mendore është se eksperiencat e tonat fëmirisë, ato zakonisht është shumë e rëndësishme me ba fëminin e fëmijëve tanë, një fëminin që nuk kanë me pas nevojë me u shëru prej saj. E fatkeqësisht sot kjo është problemi më i madh për profesionistët e shëndetit mendor që hasin me njerëz, individ që kanë këto çrregullime, por shumica e tyre shkaktarin e kanë që duhen me u shëru prej situatave të ndryshme nga fëmiria. Valmira, dua të pyes, besimi, si mundet të bashkëveproj bashkë me psikologjinë që të arrijë në një shërim? Për shumë njerëz, si të krishterë, gjithashtu kam hasë në mendime të tilla se psikologjia nuk është e nevojshme kur është vetëm besimi. Unë jam e bindur që është ndryshe dhe këta besimi dhe psikologjia duhet me qenë aleat në vend se të jenë armiq në këtë anë. Kjo ana shpirtërore është jashtëzakonisht e rëndësishme për me kalu një sfidë të caktuar emocionale. Besimi na tregon identifikimin tonë, na jep identitetin tonë në Krishtin, në Zotin, por psikologjia na tregon se pse vijnë deri te situata të caktuara dhe si mendojmë, mënyra që mendojmë. Atëherë, kur këto të dyja bëhen bashk, kur Perëndia në fakt prej fillimit, kur Perëndia e krijoi njeriu, e krijoi sipas imazhit të tij, në mënyrë të përsosur, ai e caktoi edhe mënyrën se si funksionon truni i njeriu. Edhe kur na e studiojmë këtë mënyrë të funksionimit të trunit, na po bëjmë psikologji. Na po e marrim këtë shkencë dhe këtë art dhe po e studiojmë një mrekulli që Zoti e ka bërë. Edhe kur bëhen të dyja në mënyrë të duhur edhe në mënyrë të shëndetshme, pa kyç vetëm të njëra ose vetëm të tjetra, kjo na shpije deri te shërimi edhe deri te plotësia e individit në për çfarëdo sfide që është duke kalu.
Pra, për të qenë pak më të qartë, do me thënë që vërtet duhet besimi, por është edhe ajo shpreha kur thuhet që Perëndia na ka dhënë edhe mendje, edhe ne besojmë që Perëndia përdor mjekun, do me thënë kjo është ajo, pse njerëzit e marrin shumë shablon, do me thënë këtë pjesë. Kur një individ ka një lëndim fizik ose një dhimbje fizike, zakonisht ne drejtohemi tek profesionistët, nëse kemi dhimbje dhëmbet, shkojmë te dentisti. Domethënë është e njëjta gjë në mos më e rëndësishme shëndeti mendor. Kur ne kemi sfida emocionale, po e quaj, është shumë e duhur me kërkundim, nuk duhet me qenë tabu, nuk duhet me qenë diçka që si opsion i dytë. Natyrisht që gjendjet e lehta emocionale, ato munden me shumë kujdes me u mirë me ta dhe kisha, dhe familjarët, dhe shoqëria, dikush më i rritur se ti. Mirë, po kur ajo kalon në më madhore, atëherë duhet domosdoshmërisht me kërkundime. Dhe kur bëhen bashk, natyrisht besimin duhemi me mbajtë si spirancë. Pa i litari i spirancët duhet me qenë kjo ana e rëndësisë, mja dhanë, sepse është shumë komplekse, është shumë e rëndësishme. Çdo gjë që vjen te mendja dhe zemra, çdo gjë është e lidhur ashtu Perëndia që na ka krijuar në mënyrë të mrekulluar. Atëherë kur të dyja bëhen bashk, vjen plotësia që na e kërkojmë. Se zakonisht këto çrregullimet mendore, këto gjendjet emocionale vijnë sepse na e ndjejmë një boshllëk që na e dijmë se Bibla na thotë që veç Perëndia mundet me përmbush ata dhe paqja e vetme, mënyra e vetme që na mundem me marr paqe është përmes kësaj paqes të frymës së shenjtë Perëndisë që ai na i sjell. Por duhet me u bë bashk. 2 litar janë shumë më të fortë se sa një, dhe 3 janë edhe më të fortë. Andaj është e domosdoshme me qenë bashk. Kur përmende kishën, automatikisht lind pyetja, çfarë roli mund të ketë kisha në një moment të një person që është duke kaluar, do të thënë një krizë apo në lidhje me shëndetin mendor? Për arsye se udhëhecësit në kishë, pastorët, udhëhecësit, po edhe vetëm antarët e kishës, zakonisht njihen si njerëz të besueshëm. Për antarët e tjerë me shku edhe me gjetë këshillim, ndoshta ata është diçka shumë biblike, mendoj, edhe Bibla e bën shumë qartë që me shku, na jemi të krijuar në bashkësi, me qenë afër njëri tjetrit. Edhe kur kisha e merr atë rolin e saj me udhëzu antarët e saj, me i rujt, do ta quaj antarët dele, si quhemi në Bibel, kjo i jep shumë shtytje personit që është duke hasë për këtë vështirësi. Është shumë e duhur që nëse një vajzë është duke kalu diçka të tillë, diçka emocionalisht nuk është stabile, është shumë e duhur që të shkoj tek një grua, tek një vajzë, edhe e njëjta për djemt me burra, për arsye të gjinisë, për arsye të kulturës, për çdo gjë tjetër. Është shumë e duhur me shku dhe me gjetë këshillim tek ta njerëz, tek ta udhëhec. Për arsye se udhëhecit në kishë, antarët e kishës të krishterët kanë, ne dim që kanë një përgatitje të duhur që ka nevojitet çdo personi, jo vetëm krishter, por çdo personi atje jashtë, për me kalu çfarëdo lloj sfide, edhe qoftë emocionale, shpirtërore apo edhe fizike. Po, ti the shumë bukur që ata mund të jenë njerëzit një ndër më të besueshmit, por unë besoj që mundet një drejtues apo mundet të ketë edhe përvoja, përvojën jo vetëm personale, po mund të ketë përvoja që mund të ketë kaluar, domethënë situata të tillë kur të krishterët kanë ardhur dhe kanë diskutuar, domethënë me ta. Po duhet me pas shumë qartë që as profesionistët edhe as udhëhecit në përkisha, as kush nuk mundet me shëru dikën. Na mundemi me i tregu, me dhom jetë se si me kalu diçka, po do të me pas parasysh se kjo është diçka që natyrisht Perëndia e bën, natyrisht që betejë është në duart e personit që vjen me kërkundim. Na mundemi me tregu personit që ka Perëndia na vendos në zemrën tonë për me i dhanë si këshilla që fryma e shenjtë na drejton, mirë po duhet me pas parasysh edhe është thelbësore edhe për ne si profesionistë edhe si krishterë me pas gjithmonë mendje që na nuk mundemi me luftën për personin që vjen me kërkundim, na mundemi me thonë kështu shumë popullor që na mundemi me ia dhanë armën edhe ai me shku me luftu me bë betejën vet, por jo asnjëherë na me marr barrën e atyre, na mujna mi tregu, mja ndez dritat, po them edhe ai me pa rrugën me bë betejën vet. Kur flitet për shëndetin mendor, më kujtohet një herë që kam parë një predikim nga një predikues, edhe ai e theksonte dhe thoshte dëgjoj,
mendimet që vinë në kokën tonë, ndoshta ti në moment nuk mund t'i heqësh me njëherë, do me thënë, por ti mundet t'i zvendësosh me mendime pozitive. Dhe kur flasim për mendime pozitive, nuk po themi thjesht mendime pozitive në ajër, po mund t'i zvendësosh me fjalën e Perëndis, me atë çfarë Bibla thot. Dhe unë besoj që kështu ti mund të ripërtërish mendjen. Do me thënë një mendim, nëse nuk e heq dot nga mendja, të paktën ti zvendësoje me diçka, zvendësoje me fjalën e Perëndis që patjetër që ka impakt të madh. Një pikë që duhet me përmend që është shumë e rëndësishme është se zakonisht njerëzit që janë shumë poshtë me disponim edhe që hasin në ndonjë sfidë shumë emocionale që i mban me disponim shumë të ulur edhe i kalon në depresion e pastaj në depresion edhe më madhor, është diçka që ata mundohen e kanë që të boshllëkun edhe domosdoshmërisht duhet me mbush me diçka. Fatkeqësisht si njerëz ne mundohemi me mbush me gjana që nuk janë prej Perëndis, mundohemi me mbush me gjana të botës, çka do që na mbush, po është shumë e rëndësishme me pas një rreth. Se nëse unë po kaloj në një vështirësi, unë ndoshta nuk ndihem e fortë mjaftueshëm për me ul, edhe me ul në gjunjë, me u lut, po e kam një rreth që lutet për mua. Edhe nëse unë e kam forcë mjaftueshëm me i kërku ndihmë dikujt, është një thënie një prej folësve të krishtera në Amerikë, nuk po më kujtohet emri i saj, ajo thot me shku më përpara të froni se sa të telefoni, përpara se me shku me marrë një audiencë për gjendjen tane, shko spari të froni Perëndis. Po jo gjithmonë e bëjmë, na duhet me qenë sinqert. Nuk e bëjmë për arsye të ndryshme, për arsye çfarë gjendje jemi. Edhe nëse është e rëndë, nuk ndihemi me u lut, nuk jemi të gatshëm me ul edhe me lexu. Ndoshta është shumë e vështirë edhe me i hap sytë edhe me dal nga krevati në mëngjes. Po është diçka shumë kryesore, diçka shumë thelbësore që na mujna me bë, është me majt afër një rreth. Nëse jo shumë persona, një person, dikon që është duke u lut për ty, kur ti nuk mundesh, ajo urdhër i Biblës, ajo këshilla e Biblës që thotë mbaje dikon afër, të kesh një shok, një mik, me pas dikon që lutet për ty kur ti nuk ke fuqi me bë, sepse jo gjithmonë e kemi, duhemi me qenë të sinqertë dhe real. Po, në fakt është e vërtet kjo që ne duhet të shkojmë të parët. Edhe unë besoj që edhe kur mund të kesh momente ataku, paniku, probleme, gjë e parë që do të shkojë në mendje është Jezus. Është lutja, por unë besoj që të tjerë duhet të ndërmjetësojnë për ty, jo thjesht vetëm ata të lutem për ty, është shumë e vërtet. Flasim për një të krishterë, është, le ta themi në thojza, jo mëkat, po është e lejushme që një krishter duhet mos të marrë terapi, por vetëm të lutet dhe është e rrezikshme kur thuhet fjala, "Okej, ti vetëm lutu." E dëgjojmë shpesh edhe unë edhe ti, dhe jam e sigurt që si të krishterë dëgjojmë këto shpesh, që edhe nuk është mëkat e ke të drejtë, por është shumë e rrezikshme. Për arsye se nëse ne i shmangim këto gjendjet emocionale jo stabile, këto munden me shku pak më të thella edhe pastaj është shumë më e rrezikshme, është shumë më e rëndë me dal prej depresionit madhor, prej ankthit, ki ataket panikut, është shumë më aty duhesh me kërku ndihmë, nuk është tërp me kërku ndihmë si e cekëm edhe ma herët. Edhe unë natyrisht kam përvojë në këtë punë edhe me vajza të reja të kisha ku shërbej, edhe ju them vazhdimisht, është e nevojshme, unë do të lutem për ty, ti lutu për vete, edhe na do të sigurohemi që edhe kisha po lutet për ty, edhe njerëz që ti nje, por është shumë e nevojshme nëse duhet me pa nivelin e çrregullimit, duhet me pa nivelin e gjendjes emocionale të personit, sepse nëse është kur ai ka nevojë për terapi, ai duhet me kërku ndihmë profesionale. Kjo është frytëzim i bekimeve e i burimeve të Zotit. Kjo nuk është kundër biblike, jo biblike, është diçka që Perëndia na ka dhënë, këto mençuri, këto dituri, edhe na jemi këtu për mi udhëzu këta njerëz, edhe njëherë jo me i shëru këta njerëz. Kështu që rreziku i madh këtu është shmangja e problemeve. E kur ato shmangën, ato pak a shumë vihen në një skaj, zemrës tonë diku, edhe e mbyllim një derë. Po vazhdimisht na e thojmë palojmë, i palosim këto probleme që s'merremi kur me ta, veç e mbyllim derën. Zakonisht nëse ma herët në femërinë time, në shtëpi ku jam rritë, kemi pas edhe kam pas shumica njerëzve një dhomë ku i kemi vendos gjanat e panevojshme çdo ditë. Kështu veç e kemi pas një dhomë ku i kemi fut gjitha këto gjana. Dhe njëjtën gjë e bëjmë edhe me zemrën tonë, me këto farë problemet.
nuk jemi të gatshëm, jemi shumë nxanë, jemi të angazhuar me u konfrontu, ndoshta me u përballë me një sfidë emocionale dhe thojmë, hajtë se po e la për nesër, po e la për ndoshta vitin tjetër në këtë kohë jam pak më mirë emocionalisht, jam më e fortë, edhe ajo kthehet si bumerang, ajo kthehet shumë më e rëndë për arsye se ajo mbushet. Edhe nëse unë po e marr këtë filxhan e mbaj në dorë, për momentin nuk është as pak e rëndë, më i me mbajt. Po nëse unë edhe mas një ore, ende jem duke e mbajt, ko me fillu me u rëndu pesha asaj. Tash mundesh me paramendu nëse e maj deri në mbrëmje ose deri ditën e nesërme, kjo do të jetë jashtëzakonisht e rëndë për mua. Edhe kjo është ideja e këtyre gjanave. Nëse na nuk përballemi me gjana, këtu kanë me mbledh edhe kanë me eksplodu në një kohë. Pastaj ajo nuk të pyet. Kur të vjen kjo gjendja e rënduar, nuk të pyet a je mirë, a si je me angazhime, a më me ardh, nuk jemi ne që vendosim këtë punë. Kjo gjë nuk ka dallim as në moshë, as kush është më e zënë, kush është më e lirë. Kjo të kap depresioni, ankthi, këto gjëra që i shohim çdo ditë në shoqërinë tonë, po kështu që është e rrezikshme për arsye se po lutja shumë disiplinë e nevojshme me u ofru te Zoti, me komuniku me Perëndin, edhe me qenë më afër tij në marrëdhënie. Gjuha shqipe është jashtëzakonisht shumë e bukur, fjala marrëdhënie thotë me marr dhe me jap. Me kanën një marrëdhënie me Perëndin, unë edhe do të më marr dhe do të më jap, do të më qenë afër tij, do të më i fol edhe unë, jo vetëm me prit ai më fol mua. Atëherë unë komunikoj me Perëndin, kjo lutja më lejon mua me u lidh me Perëndin, por terapia nuk duhet me qenë lutja opsioni vetëm. Në raste kur sfidat emocionale janë madhore, nuk duhet me qenë vetëm për arsye se Perëndia ta ka dhënë gjithashtu atë opsion, shfrytëzo. Po, patjetër ne flasim për raste sporadike, domethënë në këtë rast. Ku e thot Bibla, domethënë, apo a e këshillon Bibla që duhet këshillimi edhe inkurajimi me njerëz që kalojnë situata të tilla? Po, ne e shohim për gjatë gjithë Biblës, zakonisht djata e re ka shumë raste me Jezusin kur ai u flet dishepujve, kur dishepujt me njëri tjetrin i flasin njëri tjetrit. Zakonisht kur çdo person në Bibël që ka nevojë për diçka shkon te një person i dytë. Çdo rast në Bibël e kemi, prej zanafillës deri te zbulesa. Atëherë kjo është shumë biblike me kërku jo vetëm këshillim, por me kërku ndihmë për çka do. Perëndia na ka bën ndysh, nuk na ka bën vetëm një person, ka bën dy që nga fillimi, burrë dhe grua, ka thonë plotësoni nevojat e njëri tjetrit. Sidomos më vonë ne e shohim në vargje të ndryshme përgjatë gjithë Biblës ku Perëndia thotë qëndroni si miq afër njëri tjetrit, mi jap krah njëri tjetrit, miku mikut. Kështu që është shumë biblike, është shumë e nevojshme edhe është urdhëresë nga Perëndia me kërkundim. Po, patjetër, duhet ndalem tek një moment. Duhet të mendojmë që ne jetojmë në të tokë. Flasim edhe për një të krishterë, të devotshëm, e do Zotin, ka frikë nga Zoti, e nderon Zotin e gjithçka. Edhe patjetër që ka situata që mund t'i vinë në jetë, dhe Bibla thotë që çdo gjë bashkë vepron, te Romakët 8:28 thotë çdo gjë bashkë vepron për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij, dhe patjetër, domethënë që kur një person është duke kaluar një situatë të tillë, ne nuk mund të gjykojmë. E kupton nëse Zoti ka lejuar për diçka, apo nëse ai person është duke u lutur për veten, ai do të ketë impakt më vonë për t'i treguar të tjerëve, domethënë sepse ai ka marrë vetë çlirimin. Shiko Valmira, duhet ndalem tek një pjesë që ne jemi akoma në tokë, domethënë jemi në mish, ne nuk është se jemi, domethënë kemi vdekur edhe jemi komplet të dorëzuar tek Perëndia. Dhe deri në momentin sa jemi në mish, domethënë, është një varg në Bibël kur thotë që rrëfejni mëkatet njëri tjetrit, edhe do të shëroheni. Dhe derisa jemi në këtë tokë, jemi në një proces, akoma nuk jemi perfekt, jemi akoma në mish, pra jemi gjallë, si ti dhe unë akoma nuk kemi vdekur. Dhe ka disa gjëra që të çojnë si pasojë, domethënë edhe në një sëmundje të shëndetit mendor, sepse të sëmur emocionalisht, të sëmur edhe fizikisht, edhe mendërisht. A mendon sa e rëndësishme është kjo pjesa që ne duhet si të krishterë të dimë që po t'ia rrëfejmë mëkatet njëri tjetrit, që thotë Jakobi 5:16, atëherë ne do të marrim çlirimin, shërimin, rikuperimin, domethënë sa më fol pak për këtë pjesë. Po ne shohim edhe në, do të them, religione të tjera dhe në besime të tjera, po edhe në anën profesionale të kësaj pune që me rrëfy është çliruese. Me rrëfy është
është diçka e bukur, për arsye se barën që e ke, peshën që e ke një situatë të caktume, e ndan me dikë tjetër. Zakonisht ne kur ham ndam bashkë me njëri tjetrin, edhe është shumë e bukur darka, shembulli i darkës fundit në Bibel, edhe gjërat e bukura me u nda, darka e Zotit, edhe gjërat e mira, po edhe gjërat jo të këndshme. Pra, ne duhet t'i rrëfejmë njëri tjetrit. Me gjetë një person, natyrisht që nuk është e shëndetshme me marrë një audiencë të tërë edhe, po më varet kjo edhe prej situatës, sfidës që personi, individi po kalon. Mirë po, kur ne rrëfejmë, ne e hjekim atë peshë që po na mban. Është diçka shumë interesant se si Perëndia na ka kriju që na kur ne bëjmë diçka jo të duhur në sytë e Zotit, ne duhet me u lutë që mos me qenë rahat. Edhe na nuk jemi rahat. Është ajo ndërgjegjja. Është ajo ndërgjegjja, është frima e shenjtë të thonë, hey, çajo që bën nuk është në rregull, duhesh, është mirë me thonë. Po natyrisht që ajo që na ndal neve prej me shkute Perëndia edhe me shkute njerëz të tjerë është krenaria. Na cenohet kjo krenaria dhe me shkuën të një mike jam, më thonë, dëgjoj, kom bën diçka, edhe nuk është kam rahat, duhet me qit. Po është shumë e bukur me pas dikën, natyrisht, ose në qift, bashkëshortja, po edhe një mike, një mik jashta martesës gjithashtu. Me pas që me dhanë këtë barra, mos mi mbajt vetë, për arsye se është shumë ma e ranë kur e mban një person edhe është shumë ndahet gjysëm, ndahet pesha e asaj që po e kalon. Po, është edhe diçka që ju e tha, do me thënë që ne duhet të rrëfejmë mëkatet njëri tjetrit, edhe ndonjëherë është ajo krenaria, por është diçka e brenda ndërgjegjja që nuk të lë. Nuk mendoj që më e rëndësishme është i bindesh zërit të frymës së shenjtë kur ajo të ka folur, nuk të ka lënë rahat, ka më shumë bekime. Unë besoj që merr shumë bekime në moment që ti je bindur edhe e ke thyer atë pjesën e krenarisë. Edhe pse flasim që jemi akoma në mish, por sa bekime ka që ti bindesh asaj ndërgjegjes tënde. Po, është një fjalë shumë e popullore që thot pa urdhzu prej darë dhe dikush nuk mundet me ditë se si dhem nëson një mërzu dhe dikush vjen me më pa dhe kjo është shumë e saktë. Një person nuk mundet me ba me të parën. Është shumë mirë nëse e bën, nëse e ka një sfidë të tillë dhe me njëherë rrefen e bën një mëkat dhe me njëherë shkon në rrefen, po kjo nuk ndodh gjithmonë për arsye se ne nuk jemi të pjekur në besim që nga fillimi. Ne nuk dimë çka dhimbja pa e provu. Edhe mënyra qysh na formsohemi, mënyra qysh na bëhemi ata kush Perëndia na ka thirrë me u bë, është duke i kaluar çdo gjana. Nëse na mëkatojmë, nuk dimë si me rrëfy, çka është derisa momenti vjen edhe e bëjmë atë punë dhe pajmë sa çliruese, sa e mirë që po e thoni ju ishte, atëherë bëjmë, hera dytë është më e lehtë. Po për këtë arsye është shumë e rëndësishme me kërku ndihmë, me kërku këshilla prej dikujt që veç e ka provu, veç është rrëzu prej asaj dardhë që e përmenda më herët, me ditë prej dikujt që veç ka kalu ato, edhe është shumë e bukur se Bibla na është e mrekullueshme se Perëndia i ka kalu krejt të gjana, e ka pas çdo lloj emocioni që na mund të pasë. Ai na kupton neve. Po fatkeqësisht rruga jone e parë nuk është gjithmonë me shku aty që duhet me qenë. Po na nuk shkojmë gjithmonë aty se sy tan, mendja jonë është shumë e turbulluar, jemi duke jetuar në ato momente të zakonisht je në një balon, në një bubbul, në një mjegull që nuk mundesh me mendu çka është opsioni për ty, po ti munduesh me kuptu se çka po kalon. E me shku te një profesionist, me shku te një person më i madh në kishë ose dikun, ata e kanë kalu ndoshta, e din edhe mundet me të udhëzu. Për ata është shumë thelbësore me shku prap me kërku ndihmë. Duhet ndalem tani te një varg në Bibël, tek 3 Gjani, kapitulli 1, vargu 2 thotë që, dhe mua më pëlqen shumë në fakt ky varg, ashtu si do të përparoj fryma jote, ashtu do të përparoj edhe shëndeti jote, thot Gjoni. Si mendon? Ma jep një përkufizim të kësaj gjëje? Po, atëherë çdo gjë mendore, çdo çrregullim mendor, çdo gjendje e rëndë emocionale është e lidhur, bëhet edhe fizike, kalon në kronike, dhe ajo e lidh çdo gjë në sistemin tonë që Perëndia e ka kriju. Atëherë kur ne kemi një dhimbje të caktuar, kemi probleme po them me zemër ose diçka, dhe pastaj na u rëndohet gjendja ende prej gjendjes emocionale tonën, ajo e bën edhe më të rënduar, për arsye se të dyja janë të lidhura bashkë. Për me qenë mirë fizikisht duhet me qenë edhe mirë. Po e them gjendja shpirtërore, emocionale e mirë.
Shumica e problemeve sot që shkojnë në për spitale rajonale, në për spitale në çdo qytet Kosovës, çdo fshat, shumica e diagnozave janë që ki stres kronik, çka je kaq e zane, pse je kaq. Na shkojmë, për shembull, ne shkojmë për ndihmë për po më dhem diçka krahërore ose diçka dhe këto janë këto gjendjet emocionale që rregullimet mendore që ne i studiojmë për arsye se jo çdo gjë është fizike, po dhem diçka krahërore, po kjo është e lidhur me një ankth specifik që ti e ki. Kur ti shkon edhe kërkon ndihmë te dikush profesionist për atë punë ose në kish ose dikon, atëherë ajo kur rregullohet gjendja mendore edhe emocionale, rregullohet edhe kjo. Jo për çdo gjë, jo absolutisht. Këtu janë edhe të ndara, mirë po shumica e gjendjeve mendore, sfidave emocionale janë të lidhura dhe fizike dhe anasjelltas. Pra, me pak fjalë, sa herë që do të përparojmë në shëndet, sa herë do të përparojmë në frym, dhe kësa i referojmë koajon me Zotin, leximi, lutja, agjërimi, adhurimi, pra gjithmonë do të përparojmë domosdoshmërisht edhe në shëndet. Absolutisht, në shëndet mendor. Dua të flasim tani pak për një temë përafërsisht pothuajse të njëjtë për fëmijët, për teknologjinë. E dim që teknologjia, duket sikur po bëhet si një kujdestare e fëmijëve. Mund të flasësh pak për këtë gjë? Po fatkeqësisht, ndoshta fatkeqësisht dhe fatmirësisht, kjo koha e teknologjisë që na i ka marrë 90% edhe të prindërimit edhe mënyrën si fëmijët tanë rriten është shumë e rrezikshme për arsye se ne nuk kemi çare, po them, pa dalë me punu, si shumica e prindve nuk kanë opsion tjetër pa dalë me punu të dytë dhe fëmija mbeten nën teknologji, në duar dikuj tjetër që ata i mbajnë me teknologji, ose edhe vetë prindër, ka edhe vetë prindër që më përpara dhajnë një telefon fëmijës se sa me ullë bashkë me ta me lu. Që kjo është prindërim që secili zgjedh për fëmijën e vet, çfarë do që funksionon është e duhur. Diçka që unë personalisht e shoh shumë të gabuar për arsye se po i pa i gjykuar ata që e përdorin në asnjë mënyrë, për arsye se situatat janë të ndryshme në çdo familje. Unë kam zgjedh bashkë me bashkëshortin tim me i rrit fëmijët pa asnjë lloj teknologjie. Ne kemi të limituar një kohë televizionit, po unë e di që kjo i bën mirë trurit tyne, për arsye se këto smart, këto janë pajisjet e mençura quhen, këto janë dizajnuar për me mendu për ne, edhe kur na nuk mendojmë, po mendon telefoni, televizioni, natyrisht mendja ju në flen, truri ju në flen, edhe nuk është njëjtë i aftë fëmija im për jetën nëse ai e përdor telefonin, edhe nuk mundet me qenë njëjtë i aftë për çka vjen në jetë nëse ai nuk e ka përdorur dhe anasjelltas. Është jashtëzakonisht e rrezikshme, por duhemi me pas parasysh që shumë nga familjet sot që i përdorin, i kanë shëndru, e kanë dhënë prindërimin e vet. Si një kujdestar, rri aty. Duket sikur po. Në fakt, nëse një fëmijë ja merr telefonin në moment që ai është duke luajtur diçka, edhe mundet të qaj apo të bëhet agresiv. Si mundet të krijojmë, domethënë të vendosim kufizime, por pa patur konflikt? Tash ne jemi kujdestar për fëmijët e tanë. Na duhemi me qenë mjaftueshëm, natyrisht fëmija i parë është krejt diçka tjetër. Po pastaj kur prindërit mësohen me fëmijën e parë, fëmija i dytë, fëmija i tretë, pastaj e tjerë, na duhemi me caktu ku është kufini me fëmijët e tanë, na me menaxhu kohën e fëmijëve tanë, jo ata tonën. Një rregull që duhet me pas edhe për teknologji, edhe për kohën e gjumit, edhe për ushqim, edhe për gjërat e ëmbla, çdo gjë tjetër që sot është e pashëndetshme në botë dhe ku po jetojmë, është se na mundemi me vendos kufi edhe nëse çajnë, edhe nëse çfarë do lloj drame që ata bojnë, ata janë fëmijë dhe ata neve na kontrollojnë se sa po i lejojmë na. Në një mënyrë, na po i rritim ata, po ata po e shohin sa munden me shty kufirin po e qoj. Sa munden me shty... Sa ne mund t'ja lejosh. Po, nëse na e lejojmë veç për arsye se po ka, natyrisht që ai herën tjetër ka me kërku se thot, okay, nëse s'ma jep me të parën, unë po qaj, edhe pastaj sigurt herën e dytë ka me ma dhanë, ose telefon, ose një çokoladë, ose çka do qoftë që fëmia është duke qaj. Kështu që na e kemi në dorë këtë punë, i jo fëmia. A mundet teknologjia të fëmijët tanë, a mundet të përdoret në një mënyrë të shëndetshme? Absolutisht duhet me i lanë fëmijët me përdorë teknologjinë
në mënyrë të shëndetshme, në mënyrë të kufizuar, për arsye se bota jashtë, teknologjia e ka marrë botën pak a shumë. Na nuk duhet me i mbajt fëmijët të paditun në atë pjesë. Atëherë, nëse na e kufizojmë, dhe nëse më varet prej moshës të fëmijët pak më të mëdhaj, fëmia, mosha e fëmijëve të mirë dhe tu dhe më të ri, nuk kanë nevojë aq shumë, për arsye se ata janë ende mendja e tyre, personaliteti i tyre, karakteri i tyre është duke u formësu, po na nuk duhet me mbajt komplet jashtë teknologjisë. Sa në momentin e parë si del prej shtëpisë, edhe të shkolla, edhe të lagja, edhe kudo qoftë, ai ka me has në fëmijë tjerë dhe në gjithkund, edhe nëpër lokale, që teknologjia është duke u përdorur. Atëherë, nëse na e kufizojmë edhe e përdorim për gjëra për mirë, po e përdorim gjithashtu duke e kontrollu. Nëse unë i dha telefonin një fëmijës tim, me ditë sakt çfarë po sheh. Jo me lanë një orë, me bërë. Ajo shumë e lehtë me hi kudo qoftë fëmija, është shumë e lehtë qasja ku fëmija hinë dhe ka në telefon dorë. Ajo është një pasqyrë rrezikshme me la fëmijën merre një orë dhe rri aty derisa të kryen një punë. Pra teknologjinë mund ta përdorim për mirë, por mund ta përdorim edhe për keq. Absolutisht. Një ditë me kufizu. Po. Një ditë në fakt isha duke bërë një hullumtim, edhe se sa rëndësishme është për këto lojrat që janë free. Do me thënë që ti mund klikosh dhe merr një lojë free dhe ajo thoshte nuk është problem nëse ti instalon disa lojra, por problem është koha që ti i kushton atyre, do me thënë vëmendjes, se nuk është problem nëse ti e more, shkarkove diçka, por në fakt në fund të ditës është shumë e vërtetë diçka, teknologjinë në këtë rast mund ta përdorësh për mirë ose mund ta përdorësh edhe për keq. Po pa i larguar komplet prej saj, për arsye se prap e mëson dikush tjetër dhe është më e duhur me mësu ti si prind, se si me përdor në mënyrë të shëndetshme, se sa me dal jashtë fëmia dhe me mësu prej dikujt tjetër me përdor në mënyrë të shumë pashëndetshme. Nëse një fëmijë është duke kaluar një vështirësi emocionale, si mundet ta kuptoj prindi? Është shumë e qartë dhe e lehtë se ndryshon sjellja. Zakonisht fëmijët kanë tendencë më shumë me u mbyll ose me bërtit. Edhe ata ose mbyllen ose ndryshojnë komplet sjelljen e tyre të zakonshme. Nëse njëri prej fëmijëve është është më i hapur, më i shoqërueshëm, nëse po kalon diçka, ai në atë ditë tjetër, me njëherë ka me u mbyllë dhe nuk ka me dashur me ndërvepru atë shumë me njerëz të tjerë. Kështu që kjo është shumë e dukshme në sjelljen edhe në mënyrën si ata komunikojnë. Me njëherë vrehet. Po, dhe një nën patjetër që arrin domethënë shumë për nënën çdo lëvizje shumë. Dua të bëj disa pyetje shkurtimisht, por që janë shumë të rëndësishme. Kush lodhet më shpejt? Mendja apo zemra? Mendja. Absolutisht mendja, po. Heshtje apo ndim? Çfarë këshillon ti? Gjithmonë ndim. Duhet ikësh apo duhet të përballesh me realitetin që e duke kaluar? Të ikësh deri në atë masë sa nuk rrezikohesh dhe pastaj duhet me u përball domosdoshmërisht. Duhet të kesh shpresë apo duhet të dorëzohesh? Me u dorëzu te Zoti, jo me u dorëzu mëkatit, jo me u dorëzu asaj që apo kalojmë, po me gjetë shpresën atë spirancën e prindis. Më jep një fjalë, Valmira, një fjali për atë që po vuan tani, për dikë që është duke vuajtur dhe është duke na parë. Të lutem shko kërkon ndihmë. Sa është shumë e ndihshme edhe për mua si temë, se sa shumë kemi frikë me kërku ndihmë, po të lutem shko kërkon ndihmë se nuk mundesh me kalu vetë, absolutisht. Asgjë s'mundesh me kalu vetë, edhe nëse mendon që e ke kaluar ajo prapë ka më u kthi. Kështu që kur ti kërkon ndihmë, dikush të mban përgjithshme. Dikush thotë, "Hey, sot jema mirë", edhe nëse ti nuk e ka përgjegjësi përpara teje. Përgjegjësi para dikujt. Ti e vë të jetë në një përgjegjësi. Duhet me vendos dikën supervizor, dikush që të sheh apo kalon. Kështu që të lutem, nëse kultura jonë nuk e ka dhënë këto deri tash, po ndryshon kjo lloj qasje. Me shku te një psikolog, me shku te një këshillues, me shku te një mike, është e domosdoshme, për arsye se vetë nuk kemi mujt me kalu. Faleminderit shumë për këtë bisedë. Ishte një bisedë që mendon që na futet në udhë të gjithëve, edhe është një bisedë, domethënë sidomos edhe kjo periudha tani e muajit maj e ndërgjegjësimit të shëndetit mendor, por vërtet unë isha shumë e bekuar që ndam së bashku vargjet se si frika, ankthi, stresi, se si shikojnë ato në sytë e Perëndis. Shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën, shumë kënaqësi.
Në fakt, ndërsa jemi në fund të emisionit, gjatë kohës që ishim me Valmirën duke folur në këtë intervistë, mua më kujtohet një shprehje, një fjalë, para disa vitesh, të një pastori që unë e kam dëgjuar këtu në Kosovë dhe në një moment, ai ka thënë diçka shumë të bukur. Shpeshherë njerëzit mundohen që të kapen te mendimi pozitiv, te një mendim pozitiv që t'i qetësoj, por unë besoj që ne nuk kemi nevojë për një mendim pozitiv, sepse ne kemi frymën e shenjtë. Ai është këshilluesi, është ndihma jote, në kohë vështirësie, nuk do të lëri kurrë, nuk do të braktisi, ka premtuar. Ju lutem mbështetuni tek Zoti, mbështetuni te fryma e tij, edhe gjithmonë keni për t'ia dalë. Unë gjithmonë do të them që dhe më kujtohet, e kam përmendur në një emision këtu që Perëndia nuk do na lëri asnjëherë të fundosemi ashtu si Pietri deri në momentin që sytë e tij do të drejtohen tek ai. Ti motër, kushdo që je, grua, vajzë, ti nuk ke thjesht mendime, domethënë një mendim pozitiv, një mendim i bukur, po mbështetu te fryma e Perëndis. Ne kemi atë dhe do të jemi shumë krenar dhe do të jemi të privilegjuar që kemi një hyrje të lirë për të shkuar te Ati me çdo lloj problemi, çdo lloj barre, ankthi apo sfide. Dhe në fund unë dua të përmend një varg nga Bibla tek Filipianët 4:6. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo lutje, me përgjërim, me falënderim, kërkesat tuaja i bëni të njohura përpara Perëndis. Zoti ju dhën paqe në mendje, Zoti ju dhën paqe në zemër. Fryma e Perëndis ju dhën gëzim, mos harroni që gëzimi i Zotit është forca juaj në çdo moment që je duke kaluar. Duke ju uruar një mbrëmje të këndshme, Zoti ju bekoft dhe paqja e Perëndis ju rrethoft kudo që jeni. Zoti ju bekoft dhe nga unë Ina, natën e mirë.